Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi sërish së bashku me lajmet këtu në televizionin Ska. Administrata tatimore ka përfunduar procedurën e rimbursimit për rreth 40.000 individ që përfitojnë përmes deklarimit të divës së vitit 2025 me një vlerë prej 6 milion eurosh, ndërsa në total janë mbi 77.000 përfitues për fëmijët në ngarkim. Rreth 40.000 të punësuar në të gjithë vendin, të cilët kanë aplikuar për rimbursim përmes deklaratës individuale vjetore të ardhurave Diva 2025, janë rimbursuar totalisht për tepritësën kreditore. Administrata tatimore bën me dije se deri në fund të korrikut ka hedhur në llogaritë bankare parat për 39.965 tatim pagues, të cilët kanë rezultuar me tepritësë kreditore dhe kanë aplikuar për përfitim. Vlera totale e tatimit të mbipaguar dhe që është rimbursuar për këta individ është 597.8 milion lek apo rreth 6 milion euro. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, në total janë dorëzuar 164.263 deklarata, ose 25% më shumë se në vitin 2025, dhe janë 77.077 përfitues nga skema për fëmijët nën 18 vjeç. 1.4 miliard lek apo rreth 15 milion euro, shuma totale gjeneruar nga sistemi për rimbursim për individët me tepritësë kreditore. Tatim paguesit nuk kanë një afat të përcaktuar për kryerjen e kërkesës për përfitimin e rimbursimit, si dhe tepritësia kreditore nuk digjet dhe mund të tërhiqet edhe si 2 vite apo më shumë së bashku. Por kush përfiton rimbursim nga Diva 2025? Individët e punësuar me të ardhura 1.2 milion lek në vit dhe mbi këtë prag do të kenë të drejtën të përfitojnë zbritje tatimore për fëmijët në ngarkim nëse kanë dorëzuar deklaratën individuale vjetore të ardhurave Diva 2025 dhe kanë aplikuar për rimbursim përmes e-filing. Ndërsa të punësuarit me të ardhura nën 1.2 milion lek në vit, të cilët edhe pse nuk kanë detyrim ligjor por kanë plotësuar vullnetarisht Divan, kanë të drejtë që përveç fëmijëve në ngarkim të përfitojnë dhe zbritje tatimore për shpenzimet arsimore. Shpenzimet arsimore që kanë faturë të fiskalizuar është dokumenti i vetëm ligjor për njohjen e tyre. Dokumentet mbështetëse mund të jenë kontratat nga institucionet përkatëse. Ky mekanizëm është një lehtësi fiskale që vjen për herë të parë përmes deklarimit të Diva 2025, duke krijuar mundësi reale për përfitim nga deklarimi korrekt i të ardhurave, në ndihmë të qytetarëve dhe në funksion të një administrate tatimore më efikase dhe më pranë tyre. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zyrtarizuar ratifikimin e marrëveshjes së KUAS me vlerë $302 milion për Shqipërinë. Fondi synon modernizimin e forcave të armatosura përmes blerjes së pajisjeve ushtarake me origjinë amerikane dhe mbështet objektivin e NATO-s. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar ratifikimin e marrëveshjes së KUAS prej $302 milion për Shqipërinë në kuadër të programit Foreign Military Financing. Sipas njoftimit zyrtar, financimi do të ndihmojë vendin në përmbushjen e angazhimit të miratuar në samitin e Hagës për rritjen graduale të shpenzimeve të mbrojtjes në nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035. Po sipas Departamentit të Shtetit, huaja do të përdoret për modernizimin e forcave të armatosura shqiptare përmes sigurimit të kapaciteteve ushtarake me origjinë amerikane, ndërsa synon gjithashtu të forcojë aftësinë e Evropës për të marrë një rol më të madh në mbrojtjen e saj. Në deklaratë theksohet se Shqipëria, si aleate e NATO-s, ka qenë e harmonizuar ngushtë me Shtetet e Bashkuara në çështje të rëndësishme të politikës së jashtme. Pas këtij njoftimi reagoi ministri i mbrojtjes Ermal Nufi, i cili e cilësoi marrëveshjen si një vot besimi strategjike të Shteteve të Bashkuara ndaj Shqipërisë. Mirënjohje Shteteve të Bashkuara të Amerikës për partneritetin e palëkundur strategjik dhe mbështetjen e vazhdueshme në ndërtimin e një mbrojtjeje më të fortë për Shqipërinë, rajonin e më gjerë. Kjo mbështetje do të përshpejtojë modernizimin e kapaciteteve tona ushtarake, do të rrisë gatishmërinë operacionale dhe do të forcojë kontributin e Shqipërisë për sigurinë kolektive të aleancës, deklaron ministri Nufi. Marrëveshja me SBA u votua në Kuvend me 27 korrik dhe u dekretua më 30 korrik nga presidenti Bajram Begaj. Vetëm për gjatë muajit maj të këtij viti janë raportuar 1350 vende të lira pune nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, ku pjesa më e madhe e kërkesës lidhet me profesione pa arsim të lartë, shërbime turizmi dhe ndërtimi vijojnë që të kenë sektorët me nevojën më të madhe për punonjës.
Tregu i punës vijon të shfaq kërkesë të lartë për punonjës, ku pjesa dërmuese vendeve vakante mbetet e orientuar drejt profesioneve, të cilët nuk kërkojnë arsim të lartë. Sipas të dhënave të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, gjatë një muaji janë shpallur gjithsej 1350 vende të lira pune. Nga këto, 1154 pozicione janë për profesione pa arsim të lartë, ndërsa vetëm 195 vende pune kërkojnë punonjës të kualifikuar. Mungesa e stafit në sektorin e shërbimeve të jetë më e theksuar. Mbi 300 vende vakante janë hapur për profesione si kamarier, banakier, kuzhinier, ndihmës kuzhinier, sanitare dhe recepcioniste hotelesh. Ndryshe nga vitet e mëparshme, kur kërkesa për këto profesione ishte përqendruar kryesisht në vijën bregdetare të Shqipërisë, këtë sezon vihet të re një rritje e nevojës për punonjës edhe në zonat veriore të vendit, duke reflektuar zgjerimin e aktivitetit turistik. Përveç sektorit të shërbimeve, kërkesa mbetet e lartë edhe për punëtor ndërtimi, sistemues madrash dhe shofer, profesione që vazhdojnë të përballen me mungesë të fuqisë punëtore. Nga ana tjetër, vendet e punës që kërkojnë arsim të lartë përfshin profesione si ekonomist, financier, mjek, specialist të teknologjisë së informacionit dhe inxhinier. Të dhënat tregojnë se edhe pse ekonomia ka nevojë për specialistë kualifikuar, pjesa më e madhe e kërkesës në tregun e punës vazhdon të mbështetet te profesionet operative dhe sektori i shërbimeve, i cili mbetet ndër punëdhënësit më aktiv në vend. Mbi 2 milion pasagjerë kanë kaluar përgjatë muajit korrik vetëm përmes aeroportit ndërkombëtar në Tereza dhe 3 porteve kryesore të vendit. Të dhënat zyrtare tregojnë një fluks të lartë lëvizjesh në transportin ajror, por edhe atë detar. Korriku, muaji që tradicionalisht shënon kulmin e sezonit turistik, është shoqëruar me një fluks lëvizjesh në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit dhe portet kryesore të vendit. Vetëm përmes këtyre pikave ajrore dhe detare kanë kaluar mbi 2.05 milion pasagjerë gjatë muajit korrik. Sipas të dhënave zyrtare, aeroporti ndërkombëtar Nën Tereza ka regjistruar mbi 1.8 milion pasagjerë gjatë muajit korrik, ndërsa numri i fluturimeve ka arritur në rreth 9500. Shifrat tregojnë ritmin e lartë të trafikut ajror gjatë periudhës së pushimeve verore. Fluksi konsiderueshëm është regjistruar edhe në portet detare. Në portin e Durrësit, pika më e madhe detare e vendit, kanë kaluar rreth 111.000 pasagjerë dhe mbi 40.000 automjete, duke reflektuar lëvizjet e shumta me tragete. Ndërkohë, porti i Sarandës, i cili gjatë verës shërben si një nga hyrjet kryesore për turistët që vizitojnë jugun e vendit, ka regjistruar rreth 131.000 pasagjerë dhe 250 automjete. Edhe porti i Vlorës ka njohur rritje të lëvizjeve me afro 17.000 pasagjerë dhe rreth 5.000 mjete gjatë muajit korrik. Shifrat konfirmojnë intensifikimin e lëvizjeve në rrugë ajrore dhe detare gjatë sezonit veror. Megjithatë, panorama e plotë e fluksit turistik mbetet e paplot, pasi në këto të dhëna nuk përfshihen lëvizjet në pikat kufitare toksore, nga ku çdo vit hyn një pjesë e konsiderueshme e vizitorëve, veçanërisht nga Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Greqia. Për këtë arsye, numri real i hyrje-daljeve gjatë korrikut pritet të jetë edhe më i lartë se ai që reflektojnë të dhënat për transportin ajror dhe detar. Rreth 450 milion lekë do të investojë OSSH-ja për ndërtimin e linjës së re të elektrikut 35 kV Bog-Theth. Me ndërtimin e kësaj linje do të garantohet edhe furnizimi më i qëndrueshëm i energjisë elektrike për konsumatorët fundor përgjatë sezonit veror. Drejtoria e Tensionit të Lartë OSSH ka shpallur hapjen e garës për ndërtimin e linjës së re elektrike 35 kV Bog-Theth. Fondi limiti i këtij investimi është 449 milion e 681 mijë lekë. Projekti synon ndërtimin e një linje të re të tensionit të mesëm që do të nisë nga në stacioni i ri 35.6 kV në Bog dhe do të përfundojë në Theth. Linja e re do të ketë një gjatësi rreth 17.5 km dhe do të ndërtohet me një qark 35 kV, ndërsa shtyllat metalike do të jenë sipas standardit 110 kV, duke krijuar mundësi për zhvillime të mëtejshme të rrjetit. Sipas dokumentacionit teknik, një pjesë e linjës do të ndërtohet nën tokë në segmentin e qafës së Thorës për shkak të terrenit të vështirë shkëmbor, ndërsa pjesa tjetër do të realizohet me shtylla metalike dhe linja ajrore. Ky investim synon të risëndijshëm kapacitetet e furnizimit me energji elektrike në një nga zonat më të rëndësishme turistike të vendit. Aktualisht,
Thethi furnizohet përmes një linje 6 kV, e cila nuk i përgjigjet më kërkesave në rritje për energji. Me ndërtimin e linjës së re 35 kV, do të garantohet një furnizim më i qëndrueshëm, ulje të humbjeve teknike dhe përmirësim të cilësisë së shërbimit për banorët dhe bizneset e zonës. Në dokument theksohet se investimi do të ndikojë edhe në uljen e ndërprerjeve të energjisë. Treguesi SAIFI, që marrë mesatarin e ndërprerjeve për konsumator, pritet të ulet nga 18.97 në vetëm 1.8 ndërprerje, ndërsa treguesi SAIDI, që marrë kozjatjen e ndërprerjeve, do të reduktohet nga 85.22 orë në 8.5 orë pas përfundimit të investimit. Përfitimet nuk do të kufizohen vetëm në përmirësimin e furnizimet me energji elektrike, por do të krijojnë kushte më të mira dhe për zhvillimin ekonomik dhe turistik të Thethit dhe zonave përreth. Investimi konsiderohet një mbështetje e rëndësishme për bizneset turistike, strukturat akomoduese dhe investimet e reja që përshtohen vitet e fundit në Alpet shqiptare. Për shkak të terrenit malor dhe faktit që linja kalon në një zonë me vlera të larta natyrore, projekti parashikon masa për mbrojtjen e mjedisit. Traseja është projektuar në mënyrë që të shmangë sa më shumë zonat e pyllëzuara dhe prerja e pemëve të kryhet vetëm në rastet kur është e domosdoshme. Ndërkohë, një pjesë e mirë e rrjetit elektrik në zonën e Rjollit në rrethin e Shkodrës do të rikonstruktohet me një fond limit për 118.5 milion lekësh. Projekti parashikon zvendësimin dhe përmirësimin e rrjetit me pajisje dhe materiale të reja. Drejtoria Rajonale Operatorit të Sistemit të Shpërndarjes në Shkodër ka shpallur tenderin për rikonstruksionin e një pjese të rrjetit elektrik në zonën e Rjollit. Për realizimin e këtij investimi është vënë në dispozicion një fond limit për 118.488.000 lekësh. Sipas dokumenteve të publikuara në Agjencinë e Prokurimit Publik, projekti parashikon zëvendësimin dhe përmirësimin e rrjetit elektrik me pajisje dhe materiale të reja, të cilat do të jenë sipas standardeve dhe do të sigurojnë furnizim më të qëndrueshëm me energji elektrike. Në kuadër të investimit do të vendosen kablo të reja, do të rikonstruktohen kabinat elektrike dhe do të ndërtohen shtyllat e amortizuara me të reja. Materialet që do të përdoren do të jenë të përshtatshme për t'i rezistuar kushteve të ndryshme atmosferike dhe ngarkesave të rrjetit, me qëllim shmangjen e defekteve dhe rritjen e sigurisë së furnizimit. Projekti parashikon gjithashtu instalimin e pajisjeve të tjera lidhëse dhe elementeve të tjerë ndihmës, të cilët do të rrisin sigurinë dhe efikasitetin e funksionimit të rrjetit. Synimi është që infrastruktura të jetë më qëndrueshme, duke ulur rrezikun e defekteve dhe ndërprerjeve të energjisë. Ndërkohë, të gjitha punimet dhe materialet do të jenë në përputhje me standardet ndërkombëtare, që rrjeti të funksionojë në mënyrë të sigurt dhe afatgjatë. Gjithashtu, shtyllat dhe pajisjet që do të vendosen do të garantojnë qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj kushteve të motit. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, ky investim synon modernizimin e infrastrukturës elektrike në zonë, uljen e avarive dhe garantimin e një furnizimi më cilësor dhe më të sigurt me energji elektrike për banorët që furnizohen nga kjo linjë. Licencimi i operatorëve të transportit publik për vitin e ardhshëm duhet të paraprihet nga një studim i plotë i tregut. Sipas shoqatës së transportit urban dhe ndërurban, reforma e mbështetur në analizat e mirëfillta do të ndikonte në përmirësimin e cilësisë së shërbimit për udhëtarët. Viti 2027 do shënoj procesin e rilicencimit të operatorëve që ofrojnë shërbimin e transportit publik, një moment që sipas shoqatës së transportit urban dhe interurban nuk duhet të kufizohet vetëm në rinovimin e licencave. Kreu i shoqatës Dashnor Memaj vlerëson se ky proces duhet të paraprihet nga një studim i plotë i tregut për të përcaktuar itineraret që ka nevojë të zgjerohen apo riorganizohen, si dhe numrin optimal të operatorëve në çdo linjë. Sipas tij, një reformë mbështetur në analiza të mirëfillta do ndikonte në cilësinë e shërbimit për udhëtarët, duke garantuar njëkohësisht dhe qëndrueshmërinë ekonomike të operatorëve të transportit publik. Jemi në periudhën fiks që duhet ta studiojmë transportin. Besoj mjaftojnë për një periudhë 6 mujore për nxjerr fiks problematikat, ku do të ndërhihet, si do ndërhihet dhe çfarë do të bëhet me linjat në tërësi. Aty ku duhen linja të shtohen linja, aty ku duhen
linja paralele apo linja të ndryshme, duhet të hiqen reduktimi orareve apo edhe shtimi ndonjë orare me një linjë specifike apo me qytete që janë më të frekuentuara edhe nga turistët. Ndërkaq, përballë rritjes së kostove, shoqata kërkon vijimin e skemës së kompensimit për muajt qershor, korrik dhe gusht, duke argumentuar se rritja e çmimit të karburanteve po rëndon ndjeshëm bilancet e operatorëve. Ajo që kemi kërkuar është zgjatja e subvencionit me 3 muaj, që do të na jepë mundësinë për të ofruar shërbim po me njëjtë kapacitet, për të ofruar orare po dhe frekuenca sipas kontratave të asaj që ne jemi licencuar. Shpresojmë që vjedhimisht të merret parasysh kërkesa jonë që të shërbimi transportit të vazhdojë normalisht, marrshkas edhe nga kulmi sezonit turistik, po themi që kujtojmë që transporti sidomos urban është shumë i përdorshëm për gjatë periudhës verës nga turistët e huaj. Më herët, qeveria miratoi rimbursimin për transportin publik në masën 50 lekë për litër, një masë subvencionuese që mbulonte muajt mars, prill dhe maj. Sipas memajt, kjo vlerë kompensimi ishte e mjaftueshme për të përballuar kostot shtesë dhe për të ofruar shërbim për qytetarët. Produktet që përdoren për shëndetin e kafshëve do të kontrollohen përmes një mekanizmi më të fortë me qëllim rritjen e sigurisë dhe mbrojtjen e shëndetit publik. Projekti i lidhur së fundmi për konsultim publik është detyrim edhe për integrimin në Bashkimin Evropian. Qeveria do të forcojë rregullat për tregtimin, prodhimin, importin, eksportin, furnizimin, shpërndarjen, kontrollin dhe përdorimin e produkteve mjekësore veterinare, si dhe monitorimin e sigurisë së tyre pas futjes në treg si detyrim për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Përcaktimi i kërkesave të qarta për cilësinë, sigurinë dhe efikasitetin e këtyre produkteve synon të kufizojë rreziqet që mund të shkaktohen ndaj shëndetit të kafshëve dhe shëndetit publik. Konkretisht, projekti i hedhur për konsultim publik krijon një databazë qendrore të farmakovigjilencës dhe krijon premisat që kjo databazë të komunikojë edhe me atë europiane, duke ngritur kështu një regjistër të vetëm të farmakovigjilencës për të gjitha produktet mjekësore të autorizuara në vend dhe në BE. Sipas draftit, çdo produkt duhet të identifikohet në mënyrë të përhershme deri në nivelin e madhësisë së kutisë, duke luftuar falsifikimin. Projekti që krijon mundësinë e vlefshmërisë së pakufizuar për autorizimin e tregtimit, duke hequr kufizimet e mëparshme, sipas të cilit një produkt mjekësor veterinar nuk hidhej në treg brenda 3 viteve nga marrja e autorizimit të tregtimit, ose hidhej në treg për 3 vite rresht dhe autorizimi të tregtimit i humbiste vlefshmëria. Projekti ligji unifikon gjithashtu procedurat e kërkesës dhe lëshimit të autorizimit të tregtimit të produkteve mjekësore veterinare. Drafti vendos detyrimin e regjistrimit dhe inspektimit edhe për prodhuesit, importuesit dhe shpërndarësit e lëndëve aktive në një bazë të dhënash. Nga ana tjetër, drafti përcakton dhe detyrimet për tregtarët me shumicë, rregullat për shitjen me pakicë dhe vlefshmërinë e recetave veterinare. Konkretisht legalizohet në vend shitja online e produkteve pa recetë, e mbrojtur nga një logo e përbashkët evropiane në faqet e autorizuara, të cilat nuk janë subjekti recetës veterinare dhe nuk përdoren në kafshët që prodhojnë ushqim. Vlefshmëria e një recete për antimikrobikët saktohet me një maksimum prej 5 ditësh nga data e lëshimit. Përcaktohen gjithashtu rregullat mbi përdorimin e produktit mjekësor veterinar, vendosen kufizime për përdorim në kafshët prodhuese të ushqimit, rregulla për përdorim në rastet përjashtimore, i quajtur përdorimi kaskad, si dhe shpërsohen periudat e pritjes për të garantuar sigurinë ushqimore. Importi i kafshëve dhe mishit nga shtetet e treta ndalohet nëse ato lejojnë substanca të ndaluara, si stilbenet. Kafshët e trajtuara për qëllime terapeutike mund të tregtohen vetëm pasi të jetë respektuar koha e pritjes. Në draft jepet rëndësi gjurmueshmërisë, duke përcaktuar se në certifikatat veterinare ose pasaportat e kafshëve duhet të shënohet çdo trajtim i kryer. Makinat ishin produkti kryesor i eksportit britanik drejt Shqipërisë, ndërsa veshjet kryesorin importet nga Shqipëria me transportin dhe udhëtimet që dominuan shkëmbimet e shërbimeve pikërisht mes dy vendeve. Në 4 tremujor të fundit deri në fillim të vitit 2026, vendi ynë u rendit si partneri 117 tregtarin Mbretërisë së Bashkuar, ndërsa makinat, veshjet, transporti dhe turizmi ishin ndër sektorët kryesor të shkëmbimeve ekonomike. Në tregtinë e mallrave, makinat ishin produkti më i madh i eksportuar nga Mbretëria e Bashkuar drejt Shqipërisë, me një vlerë prej 5 milion poundësh. Pas tyre renditet pijet dhe duhani me 2.2 milion pound, produktet mjekësore dhe farmaceutike me 2.1 milion pound, makineritë specializuara me 2 milion pound,
dhe produktet e ndryshme ushqimore me 1.8 milion pound. Nga ana tjetër, importet kryesore të mallrave nga Shqipëria drejt Mbretërisë së Bashkuar dominohen nga veshjet me një vlerë prej 1.7 milion pound. Më pas vijnë pijet dhe duhani me 1.5 milion pound, rrithurat me 1.3 milion pound, perimet dhe frutat me 1 milion pound dhe produktet minerale të përpunuara me 0.9 milion pound. Nga eksportet britanike drejt Shqipërisë, produktet mjekësore dhe farmaceutike shënuan rritjen më të madhe me 51.4%, ndërsa makineritë e specializuara u rritën me 5.7%. Në të kundërt, eksportet e pijeve dhe duhanit ranë me 38.3%, ndërsa ato të produkteve të ndryshme ushqimore pësuan një rënje më të lehtë për 20.3%. Nga mallrat që Mbretëria e Bashkuar importojnë nga Shqipëria, rritja më e fortë u regjistruar te drithërat me 50.6%, të ndjekura nga pijet dhe duhani me 40.7% dhe produktet minerale të përpunuara me 28.6%. Ndërkohë importet e veshjeve ulën me 15.4%, ndërsa ato të perimeve dhe frutave ranë me 32.5%. Edhe në sektorin e shërbimeve vjet re një profil i ndryshëm i marrëdhënieve ekonomike mes dy vendeve. Mbretëria e Bashkuar eksportoi drejt Shqipërisë kryesisht shërbime transporti me një vlerë prej 74 milion poundësh, të ndjekura nga shërbimet e udhëtimit me 26 milion pound dhe shërbimet e tjera të biznesit me 9 milion pound. Ndërkohë eksporti më i madh i shërbimeve nga Shqipëria drejt Britanisë ishte ai i udhëtimeve, që arriti në 106 milion pound, duke reflektuar rëndësinë e turizmit dhe lëvizjes së personave mes dy vendeve. Pasojnë shërbimet e transportit me 30 milion pound dhe shërbimet e tjera të biznesit me 17 milion pound. Çmimi mesatar i një iPhone 17 Pro Max në Shqipëri është rreth $1.200, duke renditur vendin pranë SBA-s dhe më lirë se shumica e vendeve të Bashkimit Evropian, ndërkohë që në nivel global Turqia ka çmimin më të lartë. Një nga pajisjet më të kërkuara në botë, iPhone vijon të shitet me çmime shumë të ndryshme nga një shtet në tjetrin. Sipas Visual Capitalist, bazuar në të dhënat e Deutsche Bank dhe çmimet zyrtare të Apple, diferenca ndikohen kryesisht nga taksat, tarifat doganore dhe politikat fiskale të secilit vend. Në Shqipëri, çmimi mesatar i një iPhone 17 Pro 256 GB varion në rreth $1.200, duke vendosur vendin pranë nivelit të Shteteve të Bashkuara, ku i njëjti model kushton rreth $1.181. Në krye të renditjes qëndron Turqia, ku telefoni arrin në $2.592, ose 119% më shtrenjtë se në SBA. Turqia është përjashtimi më i qartë. Përveç të VSH-s për 20%, telefonat inteligjenti nënshtrohen taksave speciale të konsumit dhe tarifave të regjistrimit që rrisin ndjeshëm çmimet e tyre me pakicë. Pastaj renditet Brazili me $2.260 dhe Egjipti me $1.872. Në Turqi rritja e çmimeve lidhet kryesisht me tarifat dhe taksat e larta mbi telefonat e importuar. Në Europë, ndër vendet me çmimet më të larta janë Hungaria, Norvegjia, Suedia, Polonia, Çekia dhe Finlanda, ku një iPhone kushton nga rreth $1.580 deri në $1.830. Në anën tjetër të renditjes, Japonia afron çmimin më të ulët, me rreth $1.121, ndërsa Korea e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara ndjekin me $1.181. Japonia është një nga tregjet e pakta ku iPhone kryesori i Apple kushton më pak se në Shtetet e Bashkuara. Një taks relativisht të ulët konsumi për 10%, një treg shumë konkurrues i telefonave inteligjent dhe strategjia e gjatë e çmimeve të Apple kanë ndihmuar në mbajtjen e çmimeve relativisht të ulta. Megjithatë, Apple kohët e fundit ka rritur çmimet për disa produkte në Japoni, pas viteve të dobësimit të jenit dhe ndryshimit të kurseve të këmbimit. Renditja globale e çmimeve mund të ndryshojë shpejt, ndërsa monedat luhaten dhe qeverit përshtatin taksa dhe politikat e importit, tregu më i lirë sot mund të mos e mbajë atë pozicion për një kohë të gjatë. Raporti tregon se megjithëse Shqipëria nuk bën pjesë në renditjen zyrtare nga Visual Capitalist, çmimi mesatar për rreth $1.200 e vendos vendin shumë pranë tregut amerikan dhe dukshëm më poshtë se shumica e vendeve të Bashkimit Evropian. Presidenti amerikan Donald Trump ka nisur një sulm të ashpër ndaj kompanive amerikane të naftës, duke i akuzuar ato se po fitojnë shumë para dhe duke u bërë thirrje atyre që të ulin pikërisht të çmimet. Nga ana tjetër, ExxonMobil ka dyfishuar të ardhurat e saj neto në $14.5 miliardë. Presidenti Donald Trump ka nisur një sulm të ashpër ndaj kompanive amerikane të naftës, duke i akuzuar ato se fitojnë shumë para dhe duke u bërë thirrje atyre të ulin çmimet. ExxonMobil dhe Chevron njoftuan të premten e kaluar një rritje të ndjeshme të fitimeve si rezultat i luftës në lindjen e mesme. Trump theksoi se nuk i pëlqen kjo dhe se të dy kompanitë po përfitojnë nga mungesa në treg, duke realizuar fitime të mëdha. Në të njëjtën kohë ai siguroi se mbështet lirinë e biznesit, por theksoi se këto kompani kanë përfituar më shumë nga pasojat e konfliktit në Iran. Kur sheh një kompani
që fiton 12 herë më shumë se sa vitin e kaluar. Ata duhet t'u kthejnë njerëzve një pjesë të kësaj shume. Është në interesin e tyre më të mirë të ulin çmimet në karburante, deklaroi presidenti amerikan. Të premten të dy kompanitë raportuan rezultatet e tremujorit të dytë. ExxonMobil dyfishoi të ardhurat neto në 14.5 miliard dollar, ndërsa Chevron shënoi një fitim prej 12.1 miliard dollar, një rritje 5 fish nga njëjta periudhë e vitit të kaluar. Megjithatë, të dyja kompanitë shmangën lidhjen e rritjes së të ardhurave të tyre me luftën në lindjen e mesme. Rritja e çmimeve të karburantit ka ndihmuar në mbajtjen e inflacionit të lartë që nga fillimi i vitit. Çështja ka marrë një dimension politik vetëm disa muaj para zgjedhjeve të mesit të mandatit në nëntor, me demokratët që përpiqen të përfitojnë nga pakënaqësia publike. Presidenti republikan ishte zëtuar gjatë fushatës zgjedhore për të ulur koston e jetesës. Konflikti në lindjen e mesme ka çuar në mbylljen thuajse të plotë të ngushticës së Hormuzit, përmes të cilës transportohet rreth 20% e prodhimit global të naftës. Në të njëjtën kohë, prodhimi preket nga dëmtimet në infrastrukturën kyçe të energjisë, kryesisht ato që ndodhen në Katar. Vetëm 8 nga 29 vende europiane rritën pagën e tyre minimale bruto midisjanarit dhe korriku 2026, ndërsa inflacioni i konsumatorit në zonën e euros ishte rreth 3.2%. Në terma nominal, Luksemburgu ka pagën më të lartë në Europë me rreth 2.771 euro në muaj. Pagat minimale për gjysmën e dytë të vitit 2026 janë publikuar nga Eurostat, duke treguar se vetëm 8 nga 29 vendet europiane e rritën pagën e tyre minimale bruto midis janarit dhe korriku 2026, ndërsa inflacioni i konsumatorit në zonën e euros ishte 3.2% gjatë periudhës 6 mujore. Kjo do të thotë se ata që fitojnë pagë minimale humbën terren në terma real në disa vende ku inflacioni ishte mjaft i lartë. Në terma nominal, Luksemburgu ka pagën minimale mujore bruto më të lartë në Europë që nga korriku i vitit 2026 me 2.771 euro. Brenda Bashkimit Evropian, paga minimale është më e ulët në Bullgari me 620 euro. Kur përfshihen edhe vendet kandidate për në Bashkimin Evropian, Ukraina ka pagën minimale më të ulët me 169 euro. Duke parë shpërndarjen e niveleve të pagave minimale, 5 vende kanë një pagë minimale mujore bruto mbi 2.000 euro, 9 vende bien midis 1.000 deri në 2.000 euro, megjithëse diapazoni është shumë i përqendruar drejt skajit të poshtë me vetëm një vend mbi 1.500 euro. Në 15 vende paga minimale bruto mujore është nën 1.000 euro, që do të thotë se më shumë se gjysma e vendeve me të dhëna të disponueshme bie në këtë grup. Megjithatë, 7 prej tyre janë vende kandidate për në Bashkimin Evropian. Në fund, Ukraina dhe Moldavia dallohen si vende të veçanta me 169 dhe 313 euro përkatësisht, me të gjitha vendet e tjera mbi nivelin e 500 eurove. Renditjet e bazuara në standardet e fuqisë blerëse PPS ndryshojnë ndjeshëm nga ato të bazuara në terma nominale disa vende. Ndeku midis vendeve është gjithashtu më i ngushtë. Standardi i fuqisë blerëse ofron një krahasim më të drejtë përmes një monedhe artificiale që kap ata që njerëzit mund të përballojnë realisht në secilin vend. Në teori, një standard i fuqisë blerëse mund të blejë të njëjtën sasi mallrash dhe shërbimesh në çdo vend. Referuar këtij standardi, pagat minimale variojnë nga 705 euro në Shqipëri me 2.164 euro në Gjermani. Nuk ka të dhëna të disponueshme për Ukrainën dhe Moldavin, ndërsa shifra për Turqinë pasqyron korrikun e vitit 2025. 5 vende të Bashkimit Evropian, Italia, Danimarka, Suedia, Austria dhe Finlanda nuk kanë një pagë minimale. Kontinenti Evropian po përballet me një tjetër verë me zjarre shkatruese ku deri në 30 korrik më shumë se 434.000 hektar pyje janë djegur që nga fillimi i vitit 2026. Europa po përballet me një tjetër verë me zjarre shkatruese. Të dhënat nga Sistemi Evropian i Informacionit për Zjarre në pyje, më 30 korrik, tregojnë se më shumë se 434.976 hektar janë djegur që nga fillimi i vitit 2026. Deri më tani janë zbuluar 1.407 zjarre, duke çliruar rreth 17.98 milion ton dioksid karboni. Bashkimi Evropian ka kaluar 2 vitet e fundit duke ndërtuar atë që e quajnë një strategji më serioze dhe të integruar për zjarret me fonde të reja. Në qendër të sistemit është mekanizmi mbrojtjes civile, një kuadër solidariteti që i lejon një vendi të mbingarkuar të kërkojë ndihmë nga shtetet e tjera anëtare. Ai nuk aktivizohet automatikisht. Një shtet duhet të kërkojë ndihmë, zakonisht pasi të përcaktojë se një zjarr ka tejkaluar kapacitetin e tij. Këtë proces e drejton Qendra e Koordinimit të Reagimit ndaj Emergjencave në Bruksel, e cila përputh ofertat e avionëve, ekuipazheve dhe pajisjeve me çdo vend që ka nevojë për to dhe ndihmon në bashkëfinancimin e transportit.
Për sezonin e vitit 2026, Komisioni vuri në gatishmëri 22 aeroplan zjarfikës, 5 helikopter, 777 zjarfikës nga 14 vende dhe 21 ekipe të certifikuara në 12 vende. Ndërsa zjarret në Spanjë dhe Francë u përshkallëzuan, Franca mori 7 aeroplan dhe 4 helikopter, duke tërhequr ekipe dhe avion nga Çekia, Kroacia, Gjermania, Portugalia, Slovakia, Suedia dhe Turqia. Spanja mori 6 aeroplan dhe 3 ekipe toksore me ndihmë që mbërriti nga Greqia, Italia, Portugalia dhe Turqia. 5 aeroplan kanadez u ndan midis të dyjave. Në mars Komisioni paraqiti një komunikim mbi menaxhimin e integruar të rrezikur nga zjarret në Pyje, duke riformuluar qasjen e Bashkimit Evropian rreth parandalimit, përgatitjes, reagimit dhe rimëkëmbjes si një cikël i vazhdueshëm dhe jo si një nxitim sezonal për aeroplanët. Ai pranoi se Europa kishte kaluar vite duke trajtuar simptomat në vend të shkaqeve, duke luftuar zjarret gjithnjë më të mëdha në vend që të ndalonte që peizazhi të bëhej kaq i ndezshëm. 4 muaj më vonë, pak nga kjo është përkthyer në rregulla të reja. Nga ana tjetër, i ftohti polar në Antarktidë ka përfshirë një pjesë të ishullit jugor të Zelandës së Re, duke sjellë borë edhe në nivelin e detit dhe temperatura të akullta. Autoritetet kanë thënë se të gjitha shërbimet e autobusëve në qytet janë anuluar. Një shpërthim polar në Antarktidë përfshiu pjesë të ishullit jugor të Zelandës së Re të martën, duke sjellë borë në nivelin e detit dhe temperaturat të akullta që detyruan mbylljen e rrugëve dhe ndërprerjen e shkollave. Dëbora mbuloi Dunedin, qytetin e dytë më të madh të ishullit jugor, duke bërë që policia t'u bëjë thirrje banorëve të shmangin udhëtimet përveç se nëse është absolutisht e nevojshme për shkak të rrugëve të akullta. Policia ka marrë një numër raportimesh për aksidente në Dunedin këtë mëngjes, me disa automjete që kanë rrëshqitur nga rruga. Për fat të mirë nuk ka pasur të lënduar, tha policia e Zelandës së Re në një postim në rrjetet sociale. Më në veri, dëbora ishte dukshme në rër në plazhin New Brighton të Christchurch. Rreshtet e dëborës janë të rralla në këto vende, veçanërisht në nivelin e detit, megjithse periferit kodrinore të qytetit mund të marrin dëborë gjatë shpërthimeve të forta të ftohtit. Autoritetet thanë se të gjitha shërbimet e autobusëve në qytet u anuluan, ndërsa shërbimet e tragjeteve midis ishujve të veriut dhe jugut të Zelandës së Re u pezulluan për shkak të erave të forta dhe dallgëve të forta. Met Service, zyra e motit e Zelandës së Re, tha se shpërthimi të ftohtit pritet të vazhdojë për 2 ditë të ardhshme, duke sjellë dëborë së breshër afër nivelit të detit në të gjithë ishullin lindor dhe jugor. Mëngjesi i së njëjtës mund të sjellë temperatura më të ftohta të vitit, por shumë pjesë të vendit, tha parashikuesi i motit. Debati për zgjedhjen e presidentit të ri të Hungarisë është zhvendosur në rrjetet sociale, ku qytetarët po propozojnë një gamë të gjerë kandidatësh, nga personalitetet të shkencës e kulturës deri tek figura të njohura të internetit. Debati për zgjedhjen e presidentit të ri të Hungarisë është zhvendosur në rrjetet sociale, ku qytetarët po propozojnë një gamë të gjerë kandidatësh, nga personalitetet të shkencës e kulturës deri tek figura të njohura të internetit. Pas largimit nga detyrat të presidentit Tamas Suljok, kryeministri Peter Magyar u bëri thirrje qytetarëve, organizatave dhe figurave publike të sugjerojnë emra për kreun e ri të shtetit, duke premtuar një proces më gjithëpërfshirës. Në sondazhet jo zyrtare online, ndër emrat më të përmendur janë Andra Sarato, i njohur në mbar botën si personazhi i memes Hide the Pain Herald, biokimistja fituese të çmimit Nobel Katalin Karikó dhe Erno Rubik, shpikësi i kubit të famshëm Rubik. Krijuesja e përmbajtjes Esther Gjambor, e cila hapi një diskutim me ndjekësit e saj në Instagram, tha se propozimet varionin nga figurat e televizionit dhe sportit deri tek modelja Barbara Palvin, duke e cilësuar këtë si një shenjë të lirisë së re politike që po përjeton vendi. Fillimisht Magyar propozoi kampionen e shahut Judith Polgar për postin e presidentes, por ajo e refuzoi kandidaturën, ndërsa kryeministri kërkoi falje për mënyrën se si u menaxhua procesi. Pas këtij episodi, mbështetja për partinë në pushtet Tisa ra me 3% sipas sondazheve. Megjithëse qytetarët po marrin pjesë aktivisht në debat përmes rrjeteve sociale dhe peticioneve online, ende nuk ekziston një platformë zyrtare ku ata të paraqesin propozimet e tyre për presidentin e ardhshëm. Ligjvënësit e partisë Tisa do të kenë fjalë përfundimtare në zgjedhjen e kreut të ri të shtetit. Në fund të këtij edicioni ju kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni dhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, banka, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Kto kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.